Vllai i nderuar, ky namaz që ne falim është shkak që gjendja jonë emocionale të stabilizohet. Sepse Zoti i gjithësisë thot në Kur'an e përshkruan njeriu, thot innal insana khuliqa halua. Njeriu është i krijuar në një gjendje pra të ndryshueshme. Idha massahu sharru jazua. Kur atë e godet ndonjë fatkeqësi ligështohet. Wa idha massahu al-khayru manua. E kur atij i vjen ndonjë e mirë, ai bëhet si koprat illa al-musallin, përveç atyre që janë tregullt me namazet, që falin namazet. Ky namaz është shkak që me i bë ballë vështirësive, të cilat mund të na godasin gjatë jetës. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Kërkojeni ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Përmendet për Ibn Abbasin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ishte në një udhtim dhe i vjen lajmi se kishte ndruar jetë vllai i tij gjatë rrugës. Lajm i dhimbshëm. Çfarë bëri? Veçua diku dhe filloi të falte namaz. Pasi përfundoi, tha wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkojeni ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Ky namaz është shkak që njeriu të fitojë mirësi të shumta në dynja dhe në ahiret. Ky namaz është shkak që njeriu të shpëtojë nga dënimi i varrit, sepse ne siç e dim, në varr njeriu t'i vjen dënimi, e tek koka e tij qëndron namazi. Nëse afrohet i thot pra jo, tek unë nuk ke rrugë. Ky namaz është shkak që njeriu në botën tjetër të fitojë xhenetin, kush i fal 5 vaktet, i premtohet atij xheneti, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hyni në xhennet si shpërblim i asaj që ju vepruat. Imagjinoje ti, po të kesh dhe secili prej nesh e ka një njeri të veçantë, një njeri tepër të shtrenjtë. Ai në momentet e fundit të jetës të ta lejë një porosi, të ta lejë një amanet. Ty nuk ka për të zonë gjumi, derisa t'ja çosh në vend atë amanet. Për shembull, do thot dikush më kalon amanet baba, nuk e ze gjumi derisa ta çoj në vend. Po mirë, po kur ky që ta kalon këtë porosi është profeti sallallahu alaihi wasallam. Fjalët e fundit që kalon profeti alaihi salam, as-salat as-salah, namazi, namazi. Thot transmetuesi i hadithit e ka përsërit profeti alaihi salam këtë gjë derisa nuk po i dilte më zori. Sallallahu alaihi wasallam. Po mendoje me mu vlla dhe motër kur dalim ditën e gjykimit dhe të përballesh me profetin sallallahu alaihi wasallam. E të pyes për namazin. Çfarë do të jetë përgjigjja jote? Ndoshta ke puna, po ta lën një porosi, një amanet, do ta krysh në formën më të bukur. Pse? Sepse ka këmbim diçka. Ka këmbim diçka nga kjo dynja. Po kur të thuhet që namazi ka shpërblim xhenetin. Po Allahu të lartësuar çfarë do t'i përgjigjemi? Mirë profetit alayhis salam. Po Zoti i gjithësisë çfarë do t'i përgjigjet ai besimtar që tregohet neglizhent me namazin? Dhe ne e dim se vjen hadith profetit alayhis salam që puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit është namazi. Nëse ajo kalon me sukses, lehtë janë çështje tjera. E nëse robi ngec tek ajo, Zoti na rujt. Nuk ka për të hyrë zjarr, thot profeti alayhis salam, një njeri i cili falet para lindjes diellit dhe para perëndimit. Pra ka për qëllim fal namazin e sabahut dhe të ikindis. Elut Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që i kushtojnë rëndësi kësaj shtylle të rëndësishme të Islamit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.